Moderatorja dhe producentja Alketa Vesiu ka trazuar rrjetin me një reagim të gjatë në Instagram ku ka kritikuar hapur Big Brother VIP Kosova. Sipas saj, ajo që ka parë në qarkullimin online ka tejkaluar çdo limit etik, duke shtuar se nuk janë për porno në mes të ditës kurse si. Deklaratat e Vesiut ndezën menjëherë reagime sidomos nga producentja e formatit Olsa Muhameti, e cila shpërtheu me tona të forta. Muhameti cilësoi Vesiun si mbretëresh të programeve të vyshkura arkaike dhe akuzoi se po paragjykon një show të tërë vetëm për disa video të shpërndara në rrjetet sociale, duke quajtur këtë qasje jo profesionale. Përplasja u ndez edhe më tej kur një ndjekës i kërkoi Alketës të komentonte sulmin e Olsës. Ajo nuk zgjati fjalët dhe reagoi prerë. A dhe zero nuk përputhen, një përgjigje shkurtër por mjaftueshëm e mprehtë për të ndezur më tej debatin në publik. Kjo shkëmbes mes dy figurave të njohura të ekranit është ndruar në një nga temat më të diskutuara online. Publiku është ndarë mes atyre që mbështesin shqetësimin e Alketës për etikën televizive dhe atyre që shohin reagimin e Olsës si mbrojtje të drejtave të punës së saj. Pavarësisht kësaj, një gjë është e qartë, raportet mes dy producenteve nuk duken as pak të qeta dhe kjo përplasje pritet të vazhdojë të komentohet gjatë në rrjetet sociale.